Paralelisht, po rritet një presion tjetër, ky nga Washingtoni, i lidhur me një akuzë më të vjetër lidhjen e supozuar mes elitës politike shqiptare dhe trafikut ndërkombëtar të drogës. Akuza qarkullon që nga viti 2020 në raporte investigative ndërkombëtare, OTSRP, Miami Herald, BIRN, që lidhin zyrtar shqiptar dhe biznesmen të afërt me pushtetin me rrjete të trafikut të kokainës drejt Evropës. Kolonel Dritan Demiraj, ish ministër i brendshëm dhe sot ekspert sigurie me bazë në SHB, e ka ngritur këtë tezë vazhdimisht, se qeveria Rama, gjatë 14 viteve në pushtet, ka lejuar infiltrimin e krimit të organizuar në ekonomi, në parti dhe në administrat. Lidhjet konkrete që përmenden: dosja Aruba e SPAK, mbi pastrimin e parave nga trafiku i kokainës përmes investimeve në ndërtim, ku përmendet edhe përdorimi i targave diplomatike për transport droge. Projekti i Zvërnecit, i lidhur me investitor nga Katari e me dhëndrin e presidentit amerikan Jared Kushner, ku një prej shitësve të tokës është në nënhetim për trafik droge. Emrat të tjerë zyrtarësh, Ilir Meta, Belinda Balluku, Olta Gjaqka, të përmendur si në nënhetim, dhe një amendament i kongresmenit republikan Joel Son, që kërkon nga Departamenti i Shtetit një raport brenda 6 muajve mbi rolin e mundshëm të qeverisë Rama në narkotrafik. Në intervistën e tij më të fundit, në ditën e 32 të protestave, Demiraj u pyet nëse laku ndërkombëtar po shtrëngohet rreth Ramës duke lidhur presionin e rrugës me atë diplomatik. Demiraj shkoi më tej. Tha se kërkesa e kongresmenit amerikan për të hetuar lidhjet e qeverisë Rama me trafikun e drogës nuk është gjë e re, për të se ai kishte dijeni dhe informacione nga SHB që në janar shkurt, dhe se ato negociata u ndërpren nga lufta e Izraelit me Iranin. Por sipas tij, ekziston edhe një proces hetimor i dytë, shumë më i rëndë, të cilin e cilësoi si më skandaloz. Demiraj tha se nuk është i autorizuar ta bëj publik, por pohoi se shumë shpejt do të dalë një hetim që sipas tij po e tmeron Edi Ramën i lidhur me pastrim parash dhe me marrëdhënie me aktor që i cilësoi anti-amerikan dhe anti-shqiptar, të përfshirë sipas tij në shkelje të rregullave ndërkombëtare të diplomacisë. Por asnjë prokurori, as SPAK, as ndonjë autoritet amerikan nuk ka hapur deri më sot procedim penal zyrtar kundër vet Edi Ramës. Dosjet ekzistuese përfshin biznesmen e zyrtar të tjerë, jo kryeministrin si të pandehur. Amendamenti i Ilson kërkon një raport, jo një akt akuzë. Edhe hetimi i dytë, skandaloz, i përmendur nga Demiraj, mbetet deri tani vetëm një pohim pa dokumente, pa konfirmim zyrtar dhe pa detaje të verifikueshme. Deklaratat e Demirajt mbeten interpretime dhe pohime politike nga një zë kritik ndaj qeverisë, jo prova të vërtetuara ligjërisht.